konsideroj që në fakt tek politika industriale dhe te edhe rritja e eficiencës, po dhe burimet e ripërtreshme, po veçanërisht dhe rritja e eficiencës në sektorin privat dhe në industri veçanërisht kemi shumë për të bërë dhe në njërën anë ngritja e vetdijes për CBAM e në të ardhmen për taks të karbonit dhe në anën tjetër edhe përgatitja dhe e bizneseve është tepër me rëndësi. Kështu që është shumë me rëndësi që ky diskutim po fillohet dhe shumë me rëndësi të vazhdoj me sektorin privat. Sa i përket përvojës së deri tanishme dhe kur jemi te krahasimi me rajonin, nuk jam e sigurt në fakt që janë ndërtuar 1 gigavat, jam bukur e bindur në fakt që nuk janë ndërtuar në Shqipëri dhe në Maqedoni. Është e vërtetë që rajoni ka pas ritme më të shpejta të nënshkrimit të kontratave, mirë po fatkeqësisht shumica prej tyre pastaj nuk janë zbatuar. Sa i përket Kosovës dhe ambicjeve dhe sa kemi arritur, mendoj që po kemi qenë më ambicioz dhe optimist se sa që i kemi pas kapacitetet institucionale, edhe nëse flasim shumë realisht, edhe mbyllja e USAID-it ka qenë një faktor që ka ndikuar në ngadalësimin përgjatë këtij viti, një viti e gjysmë të fundit, duke qenë se për burimet ripërtreshme të energjisë, USAID ka pas asistencë teknike për të gjitha institucionet dhe ndërmarrjet pa përjashtim, që ka lënë pastaj një hendek të cilin e kemi mbyllur me kohë, mirë po ka marrë një kohë kjo. Sa i përket arsye pse i bot një 7 pyetje në një, po mundohem me kujtu tash. Për stadin ku janë projektet, dua të shtoj që Ankandi Solar në fakt ka filluar ndërtimi, ka filluar puna ndërtimore me 2 qershor, megjithëse është diçka që nuk është publikuar shumë. Edhe gjithashtu në KEK e kemi në fazë të prokurimit parkun solar prej 100 ose më shumë, me gjatë do të jetë më shumë, duke qenë se në kohën kur është planifikuar projekti ka qenë buxheti më i madh se ka qenë kosto më e madhe e ndërtimit, edhe është ngroja qendrore solare në Prishtinë që është gjithashtu në fazë të prokurimit. Tek Ankandi i Erës ka qenë një sigurisht është më sfidues, duke marrë parasysh edhe teknologjinë edhe këtë formatin. Mirë po nga ana tjetër jam e bindur se jemi në rrugë të sigurt, duke qenë se në të dy rastet, edhe Ankandi Solar dhe Ankandi i Erës janë të parët dhe me këto ankande ka fillu, nuk është bërë veç një ankand, është vendos komplet baza ligjore regulative. Dhe veçanërisht te Ankandi i Erës jemi siguru që shumë elemente, siç janë curtailment methodology e të tjera, nuk janë vendosur në kontratë, mirë po janë vendosur në bazën regulative që është bërë prej kostit dhe miratuar prej zërrejës, që do të thotë që tashmë korniza ligjore dhe regulative është shumë më e qartë dhe është vendosur një rrugë e cila pastaj shumë më lehtë ndiqet në procedurat e radhës. Transparenca dhe konkurenca kanë qenë absolutisht prioritete, edhe kjo është një faktor tjetër që nganjëherë i ngadalson me themi kushtimisht procedurat, mirë po unë besoj që prapë kjo është vetëm një mënyrë për të sjellë projekte të qëndrueshme dhe për të sjellë procedura dhe mësime, modele, standarde që janë pastaj të qëndrueshme dhe që sjellin edhe konkurrencë fair, edhe çmime më të mira, po edhe që sigurohemi në fund që nuk përfundojmë me qoftë kontrata të vendime të gabueshme, kontrata të gabueshme ose investitorë të gabueshëm që nuk janë në gjendje të realizojnë projektet. Dhe në anën e eficiencës nga ana tjetër, që mendoj që është një fushë tetë me rëndësi, mirë po që shpesh Faleminderit për pyetjen, faleminderit për ftesën, kënaqësi që jemi bashkë në këtë temë kaq të rëndësishme.
Po, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit në planet e veta e gjithashtu edhe në strategjinë industriale e parasheh mekanizmin e mbështetjes së drejt për drejt të bizneseve përmes infrastrukturës industriale tashmë edhe me komponenten e gjelbërt, por gjithashtu edhe me skemen e granteve të cilën bashkë me Ministrinë e Ekonomisë kemi pasur të lansuar për ngritje të eficiencës së energjisë dhe burimeve të energjisë së ripërtëreshme. Duke u bazuar edhe në prezantimet që i dëgjuam së bashku, është vrejtur edhe një mungesë e informacionit dhe natyrisht edhe agilitetit të bizneseve në aplikim. Skema e granteve cila është lansu platforme përbashkët edhe me qeverinë e Luksemburgut prej 1 milion euro, ka arritur vetëm 25% e saj të shpenzohet si rrjedhoj e aplikimeve të pakta. Për kjo është arsyeja për cilën do ta riplasojmë deri në fund të këtij muaji në mënyrë që t'i ofrojmë bizneseve ngritjen e kapaciteteve qoftë të energjisë së ripërtëreshme apo rritjen e efikasitetit brenda hapësirave të prodhimit. Ajo çka ne po synojmë nuk ka të bëjë vetëm me investimet e drejtë të drejta, ka të bëjë edhe me nxitjen e kapitalit gjithësisht efektit multiplikativ në të cilin ofrojmë mundësi të ngritjes së standardit përmes edhe infrastrukturës së cilësisë, ofrojmë mundësi të informacionit në qasje në financa që e pash edhe në këtë skemen e përgjithshme që ishte edhe përmes fondit për garancitë kreditore edhe përmes mekanizmave tjerë financiar, qoftë në sistemin bankar të Kosovës, por edhe me aftësimin e bizneseve për të aplikuar dhe për të qenë proaktiv në tranzicionin e gjelbërt. Më vjen mirë të them që tash Ministria që drejtoj ka nënshkruar programin 5 vjeçar me qeverinë zvicrane për projektin për sektorin privat që përfshin drejt për drejt tranzicionin e gjelbërt. Do të thotë prej ngritjes së mekanizmave për brenda sektorit tek aftësimi dhe promovimi i konceptit të ekonomisë së gjelbërt e deri te ngritja e standardit të kualitetit të produkteve që i plasojnë në treg. Ndoshta Ministre Kusari mund ndërlidh me këtë si pjesë të strategjisë industriale, mirë po e kem pa që edhe ju po avokoni për atë, ka të bëjë me edhe literatura e njeh si një mbështetje e rëndësishme për bizneset, parqet e bizneseve. Mirë po ne ju kemi dëgjuar që të flisni për parqet të gjelbra industriale. Çfarë qëndron pas këtij koncepti dhe ku jemi në këtë pikë? Po, faleminderit. E para, ne si Republikë e Kosovës nuk i kemi ende parkun e parë ekoindustrial. Parqet të tilla janë promovuar përmes Bankës Botërore dhe IFC-s, International Financial Corporation në rajon, ndërsa e para tashmë që është e dakorduar dhe për cilën pritet të nënshkruhet deri në shtator marrëveshja me Bankën Botërore është ekoparku i parë industrial në komunën e Gjakovës që përfshin 2 asete që deri më tash kanë qenë në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që janë nxjerrë tash me vendim qeverisë, ajo e Metalikut dhe Virgjinisë. Çka nënkuptohet me këtë është komplet standardi i verifikuar i investimit prej eficiencës së ndërtesave, eficiencës së energjisë te burimet e ripërtëreshme plotësuese e deri tek trajtimi edhe i mbetjeve industriale, gjithsesi trajtimi i ujrave industrial dhe komplet përbrenda strukturës ndotjes e cila potencialisht lëshohet nga hapësirat industriale. Çka për ne është e rëndësishme që paralel me ekoparkun industrial të fillojmë me inkurajimin e krijimit të klasterëve, gjithsesi të ekonomisë qarkore, në të cilën nuk do të thotë prej një biznesi tek biznesi tjetër, përdorimi i landës së parë dhe përdorimi gjithsesi nxjerrja e mbetjeve dhe rikthimi në procesin e prodhimit të bëhet standard dhe kjo është shumë e rëndësishme që prej një modeli të shumëfishohen modele tjera. Ajo që ne si ministri kemi bërë tash është që edhe në, për shembull, në komunën e Lipjanit parku industrial atje, që është në faza e 5 e ndërtimit të parkut, kemi kërkuar shtimin ngritjen e komponentës mjedisore. Prej e përmenda të eficienca e deri tek trajtimi i mbjetjeve atje, prandaj tash shpejt do të bëjmë plasimin për ndërtimin e fazës së 5 në Lipjan dhe kjo e përfshin gjithashtu një pjesë të komponentës, jo tërësisht Eco Industrial Park, por një pjesë të komponentës. Njëjtë me komunën e Gjilanit, tash kur fillon projektimi, ne kemi nënshkruar edhe një marrëveshje me Universitetin e Prishtinës, cilin do të përfshijmë Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në kuadër të ndërtimtarisë, ndërtimtarinë e mjedisit, në mënyrë që kur bëhen kriteret që plasohen nga ministria, për arsye se
Për gjithë të pranishmit ta dini se nuk është komponenta veç pjesa e ndërtimit, por problemin kryesor e kemi pasur në specifika dhe njohurin për brenda kapacitetet tona, do me thonë institucionale, si institucione që këto koncepte të administrohen si duhet dhe natyrisht edhe të promovohen. Prandaj edhe ju kemi drejtuar Universitetit Prishtinës dhe tash në grupet punuese prej përgatitjes së termave të referencës e deri te monitorimi e mbikëqyrja e zbatimit të projekteve do të përfshijmë edhe kapacitetet dhe kuadro nga fushat respektive në kuadër të Universitetit Prishtinës.